Ne po vazhdojmë me këtë frymë të ndryshimit. Ne nisëm me vajza dhe djemë të ri. Në Malishev, procesi ndryshimit filluan me vajza dhe djemë të ri intelektuale të Malishevës dhe kjo rrezë ndryshimit tash të kthyer një promotor të rinisë së Kosovës, anë në kënd qyteteve të Kosovës, dhe sot rinia e Kosovës e ka marrë fatin e duar të saj sepse aja kërkon ndryshim, aja kërkon jetë më të mirë, aja kërkon mundësi më të mëdha për zhvillim dhe ndërtim. Ne, populli i Malishevës e ka dhënë përgjigjen e vjeshtën e kaluar. Do ta jep hala më të fuqishme me 8 qershor, sepse dhe përgjigjet tona përsëri janë të qytetëruara, dhe përgjigjet tona përsëri janë demokratike. Sepse ne përgjigjen e japim aty të kutia e votimit duke treguar se ma nuk keni çka kërkoni në Malishev. Në Malishev nuk vjen me kërku vota të ashtu quajtura Parti Demokratike. Në Malishev dhe fshata Malishevës, kurdo që shëtiten, vinë grupi i aferës Pronto. Dhe ne atyre ju themi, edhe na jemi pronto, gatshëm, gati e keni. Për të gjithë ata që kanë qenë e qartë se unë kritikat i kam bërë haptazi dhe pa mos pajtimet e mia jam prononcuar publikisht. Kam vepruar shtu, sepse nuk jam njeri që hedhi guren dhe më shefi doren, si shbëjnë disa politikanë tonë në për Kosovë. Të dashur qytetarë, ju jeni dëshmitar se për mos bindjen time, unë u përgojova prapa shpinës nga ta njerëz që kur ishin pranin time me thrisnin Baca Jakub.